minator të Shpaqit, kemi 9 vite punë aty dhe na kanë trajtuar si slevër. Kërkojmë drejtat tona. Kërkojmë drejtat tona. Duam drejtat tona. Duam drejtat tona. Kërkojmë shtevjen e deputetëve të Parlamentit Shqiptar për zgjidhjen e kërkesave tona. Punë tetor, dignitet, si njerëz, jo si slevër. Nuk jemi slevër të asnjërit. Neve nuk kërkojmë asgjë tjetër, kërkojmë kontrata kolektive, kërkojmë se të na njihet e drejta e punëtorëve, se neve na kanë larguar nga puna pa drejtë. Se në mënyrë sikur në Evropë nuk largohet kush nga puna kur është në grevë. Edhe ju bëjmë thirrje edhe deputetëve dhe ministrës përkatëse për këtë punë, që merret ta marrë parasysh këtë punë, se ne po lam kockat e minjere edhe këto rrinë tonë në karrike. Kërkesat e drejta janë se të njihet sindikata, sepse sindikata na përfaqësojnë ne. S'kena gjithë në punë, sikur kemi qenë më para, me kushtet barabarta gjithë. E kom fillu me një rrogë qesharake, 25.000 lek, tani është 28, të hysh në minjerë me 28.000 lek, 2.800 lek, është katastrofë. Veç pamundësia për të punësu diku të banë që të hysh në tokë, nuk kena asnjë lloj siguria që mund të kapim pensionin, veç se po mbajmë njerëzit tanë me bukë. Shteti shqiptar duhet të ndërgjegjësohet, sepse duhet të respektohet edhe ligji minerar. Nuk mund të vinë të huaj që të trajtojnë punëtorët në Shqipëri si sklever. Në qoftë se del 8 vite me humbje, urdhroni, ja ku e keni mineralin. E shikoni sa shumë arë këtu. Ku është humbja që pretendojnë ata? Pse nuk bëni kontrole të rregullta? Por vidhet ari dhe mineralet shqiptare transportohen jashtë Shqipërisë. Kërkojmë të gjithë deputetët e parlamentit sensibilizohen me kërkesat tona të drejta dhe të fusin fshinat e dura ligjore zgjidhjen e kërkesave të minatorëve të Shpaqit. Pa dallim politik, ne kërkojmë transparencë për kontratat koncesionare, sepse mbi këtë transparencë do ndërtojmë dhe të artikulojmë